Kryeministri Rama hedh poshtë kërkesën e opozitës për dorëheqje, duke theksuar se qytetarët i dhanë 83 mandate për të qeverisur. Në konferencën e fundvitit ku bëri bilancin e 2025-s, ai tha se kuvendi nuk është zyrë noterie që të votojë çdo kërkesë që vjen nga SPAK. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se 2025 do të mbahet mend si viti kur shqiptarët u vodhën më shumë. Në krye ai rendit çështjen e Akshit, ndërsa thotë se bllokimi i kërkesës së SPAK për imunitetin e Ballukut është shkelmimi i kushtetutës. Qeveria miraton rritjen e pensioneve nga 1 janari 2026. Rritja do të jetë nga 600 deri në 1800 lekë sipas kategorive. Qeveria vendosi të japë edhe 15000 lekë shpërblim për familjet me ndihmë ekonomike dhe ata me aftësitë kufizuara. Tirana po e pret vitin e ri pa ujë të pishëm. Situata e përkeqësuar ka çuar në shkarkimin nga detyrat të kreut të UKT-s Skerti Drenova. Banorët thonë se gjendja sa vjen rëndohet, pasi edhe pse është dimër, ka vetëm 1 orë ujë në ditë. Pas 5 ditësh mungesë, uji ka mbërritur sërish në rubinetet e shtëpive të Vlorës. Ujësjellësi punoi gjatë gjithë natës për vendosjen e pjesëve të mbërritura nga Turqia, duke për të mundur që mëngjesin e sotëm të nisë furnizimi i banorëve. Presidenti i Ukrainës mohon përfshirjen e vendit të tij në një sulm me dron ndaj një prej rezidencave të presidentit rus. Volodymyr Zelenski tha se kjo është një sajesë e Moskës për të minuar negociatat për paqen. Televizioni Klan do t'ju shoqëroj në natën e ndërimit të viteve, por edhe në ditët e para të janarit me një program special festiv. Mbrëmja e 31 dhjetorit sjell një natë maraton që do të pasohet me një ofertë televizive që nuk duhet humbur. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Ky është edicioni i fundit informativ. Do të bëjmë së bashku një përmbledhje të zhvillimeve më kryesore të ditës së sotme. Kryeministri Edi Rama hedh poshtë kërkesën e opozitës për dorëheqje, duke theksuar se qytetarët i dhanë 83 mandate për të qeverisur. Në konferencën e fundvitit ku bëri edhe bilancin për 2025-ën, ai tha se kuvendi nuk është zyrë noterie që të votojë çdo kërkesë që vjen nga SPAK. Në optikën e kryeministrit Edi Rama, viti që po mbyllet ishte viti më i mirë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Këtë sukses nuk e solli koha, këtë sukses e solli kjo qeveri. Në konferencën për shtyp të fundvitit, Edi Rama tha se ndryshe nga si është realiteti ekonomik dhe i social, ata që prej disa ditësh po i quan 700 tenxheret politiko-mediatike, po e nxinin imazhin e Shqipërisë, duke u ndihmuar dhe nga faktorë të jashtëm. Të thuar që Shqipëria është vendi më i korruptuar në botë, se këtë doli e tha një hajvan në Washington, kjo është shumë spektakolar. Si fakt se korrupsioni është luftuar dhe nuk është ai që trumpetohet nga opozita dhe mediat për këtë qeveri, Rama solli shifrat e gjithë njerëzve të tij që janë hetuar në 12 vjet. 37 raste, dhe nga këto 37 raste, vetëm disa raste për korrupsion. E mes këtyre 37, një është dhe Erion Veliaj, që Edi Rama përsëriti se po mbahet në paraburgim pa një akuzë konkrete. Unë akoma se kam marrë vesh çfarë ka bërë konkretisht. E pikërisht paraburgimi është një nga arsyet përse Edi Rama, i cili deklaroi se është dhe do të mbetet garant i reformës në drejtësi, socialistët do të rishikojnë disa prej ligjeve të këtij sistemi, por pa specifikuar si dhe kur. Për paraburgimin njëherë sigurisht që ka nevojë për ndërhyrje. Nuk mund të jem kryeministri i një vendi ku ka më shumë të paraburgosur se sa të dënuar. Ne nuk prekim thelbin në asnjë rast dhe për asnjë arsye. Një tjetër ndërhyrje e rëndësishme e diktuar dhe nga Qendrimi i Bashkimit Evropian, Edi Rama thotë se është ai për rishikimin e klasifikimit që i bëhet veprës penale të shpërdorimit të detyrës. Se kur bëhet 7742 interpretimi i procedurave të tenderave, atëherë gjithkush mund të jetë i kërcënuar. Rama u ndal gjatë të shpjegoi pse kërkesa e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku nuk mund të trajtohet nga socialistët si çdo rast tjetër i mëparshëm. Ky rast ndryshon nga rastet e tjera sepse pushteti legjislativ duhet shprehet, nuk është noter i prokurorisë. Këshilli i mandateve nuk është një zyrë noterie, është një quasi gjykatë dhe parlamenti nuk noterizon.
po t'isha unë në këshillin e mandateve, do t'i thosha atyre që erdhën çoni, ikni dhe ktheuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë, me 16.000 faqe që i quheni prova, ku janë futur brenda arkivi i Ministrisë. Për kryeministrin duhen hetime serioze dhe për njerëzit e drejtësisë që shkelin sekretin hetimor dhe ushqejnë me mesazhe median dhe përmes tyre publikun. Loja e disave brenda Spakut është sot shumë aktive dhe që kur mbi bazë mesazhesh bëhen gjyqe. E lidhur me mesazhet e publikuara për rastin e dosjes së tunelit të Llogaras, Edi Rama përsëriti me tone të larta se ka takuar dhe do të vazhdojë të takojë çdo sipërmarrës, vendas dhe të huaj që kërkon të investojë në Shqipëri. Kam takuar përfaqësuesit e kompanisë turke, unë kam takuar përfaqësues kompanish pafund. Kjo është detyra ime. Po nga kjo tek pjesa që mbas 3 muajsh fitoi tenderi, këto pastaj janë si ato të zhvejkut. Për Akshin përsëriti se ai dhe drejtuesja e tij që ndodhen në arrest shtëpie është krenaria e qeverisjes socialiste. E thënë gjitha këto, kryeministri garanton se nuk e konsideron Spakun si opozitën e tij reale. Spaku nuk është opozita e qeverisë. Rama ironizon qëndrimin e opozitës për zgjedhjen e avokatit të popullit mes kandidaturave të sjella vetë në kuvend dhe thotë se socialistët do të vazhdojnë përpara nëse demokratët nuk do të bëhen pjesë e 2 reformave të nisura së bashku në parlament. Ne punën që do bëjmë, do ta bëjmë me ata ose pa ata. Për protestat që do të nisin në mënyrë permanente nga janari poshtë zyrës së tij, duke kërkuar çdo ditë dorëheqjen e tij, Edi Rama ka një përgjigje të prerë. Qa është kjo morbet do jep dorëheqjen? Që ne morën 83 mandate në qershor apo e keni harruar. Kështu që jo janar, jo shkurt. Në 2029 do llafosemi prapë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se 2025 është viti kur shqiptarët u vodhën më shumë. Në krye ai rendit çështjen e Akshit, ndërsa bllokimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të Ballukut e konsideron shkelmim të kushtetutës. Ndryshe nga kryeministri Rama, bilanci i Sali Berishës për 2025-ën sa i përket punëve të qeverisë ishte më i zymti që shqiptarët kanë parë në 3 dekada pluralizëm. Qytetarë shqiptar u vodhen në shumë se kur në tërë ekzistencën e tyre, shpërthyer në të katëran ujërat e zeza të regjimit mafioz të Edi Ramës. Në morinë e shkeljeve si aferën më të zezë të ekzekutivit renditja të Akshit, duke paralemruar deri i gjymtim të hetimit. Akshi rrezikon shumë mos ketë hetim të plot, mbasi Altin Dumani ka bërë ndërhyrje brutale për të gjymtuar hetimin e Akshit. Por kryedemokrati shkoi edhe më tej kur tha se kthetrat e zeza të Edi Ramës përmes Akshit janë shtrirë si tentakula edhe në kadastrat e vendit. Edi Rama prej pothuaj një viti ka bllokuar kadastrën nga çdo lloj kontrolli, çka tregon se rumi i vërtet i kadastrës merr Gysagasin dhe bandën e tij në pronat e shtetit shqiptar, në tërësi dhe veçanërisht në brigjet e Jonit. Deklaratën e Edi Ramës se Këshilli i Mandateve nuk është zyrë noterie për kërkesat e SPAK-ut, kur ju referua imunitetit të Ballukut, e cilësoi provokim. Një provokacion të pandëgjuar ndonjëherë, me një hajdut të papenduar, deklaron se 16.000 faqe të sjella nga prokuroria nuk kanë asgjë për Lubi Ballukun, prandaj ktheni mbrapsht se shiqet imuniteti i saj. Kryeministrit i cili prerazi refuzoi kushtin e opozitës për t'u dorëhequr, Sali Berisha i tregoi revoltën që tha se e pret me nisjen e vitit të ri. Unë i them Edi Ramës, prite zemrimin popullor të garantoj se shumë shpejt do të bjeri mbi ty. Dhe sa për kartolinën e vitit të ri, edhe Berisha thot se ka një për shqiptarët. Rrëzimin e këtij regjimi, qeverinë teknike zgjedhje të reja. Qeveria miratoi në mbledhjen e sotme rritjen e pensioneve nga 1 janari i vitit të ardhshëm. Kjo rritje do të jetë nga 600 deri në 1.800 lekë në muaj sipas kategorive. Qeveria vendosi të japë edhe 15.000 lekë shpërblim për familjet në ndihmë ekonomike dhe personat me aftësi të kufizuara.
Qeveria ka marrë vendimin në mbledhjen e fundit të këtij viti për skemën e rritjes së pensioneve duke filluar nga 1 janar i vitit të ardhshëm. Kështu në bazë të vendimit, rritja për pensionet e plota urbane me të ardhurat deri në 40.000 lekë do të jetë 1.800 lekë në muaj. Nga kjo rritje përfitojnë disa kategori ku përmenden edhe minatorët që kanë punuar nën tokë, nënat me shumë fëmijë, punonjësit e metalurgjisë apo ata të industrisë së naftës dhe gazit. Do të përfitojnë një rritje prej 800 lekësh në muaj personat me pension të pjesëshëm urban me të ardhurat deri në 22.000 lekë, sipas kategorive përkatëse. Një rritje prej 1.000 lekësh do të kenë pensionet e fshatit me të ardhurat deri në 18.000 lekë në muaj. 600 lekë në muaj do të jetë rritja për personat me të ardhurat deri në 30.000 lekë në muaj për pensionet e invaliditetit, ndërsa 700 lekë në muaj do të kenë rritje pensionet familjare ku futen edhe familjarët e pilotëve të rënë në krye të detyrës. Efektet financiare të këtij vendimi llogariten në 9.8 miliard lekë dhe do të mbulohen nga buxheti i shtetit. Në mbledhjen e fundit është miratuar edhe dhënia një shpërblimi prej 15.000 lekësh për fundvit për familjet dhe individët që trajtohen me ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuar, të verbrit, paraplegjikët dhe tetraplegjikët, si dhe ndihmësit personal të përfituesve të pagesave të aftësisë së kufizuar. Qeveria ka miratuar edhe dhënien e pensionit të posaçëm shtetëror për disa emra të njohur në fusha të ndryshme, si në art apo sport. Tirana po e pret vitin e ri pa ujë të pishëm. Situata e përkeqësuar ka çuar në shkarkimin nga detyrat të kreut të ujësjelljes kanalizimeve të Tiranës. Skerdi Drenova, banorët thonë se gjendja sa vjen rëndohet pasi edhe pse dimër po furnizohen me vetëm 1 orë ujë në ditë. Tirana po vuan mungesën e ujit të pishëm edhe në këto ditë festash. Kjo situatë e rënduar ka çuar në shkarkimin nga detyrat të drejtorit të ujësjelljes kanalizimeve Tiranë Skerdi Drenova. Mësohet se shkak për këtë vendim është bërë keq menaxhimi në drejtimin e këtij institucioni dhe mosgjidhja e një problematike që zgjat prej disa muajsh, ku disa zona kanë kufizime drastike prej 23 orësh. Ky vit ishte ndër më të vështirët për banorët e kombinatit, një nga zonat me problemet më të mëdha me furnizimin me ujë në Tiranë. Qytetarët furnizohen me jo më shumë se 1 orë ujë në ditë, ndërsa situata që vetëm është përkeqësuar, po i gjen pa ujë edhe në natën e ndërrimit të viteve. Po është për festë çfarë fletë, nuk është 2 orë ujë kanë ditë. Pellgujon gjithmonë s'ka pas jo për festë joja, po me pikatore. Dhe mos ky vit s'ka pas asnjë ndryshim. Me vetëm 1 orë ujë në ditë, banorët shprehen të shqetësuar se situata duhet kishte marrë zgjidhje, por kombinati vuan për ujë dhe qytetarët nuk përmbushin dot as nevojat më bazike të tyre. Kur dune bin, kur dore heq. E kemi me këto që vim depozitat, se me qenë kështu e di vete si vjera më sta. Depozita në ndan, sa që ndronë gjysmore, aq, bëjmë ato shpejt që kemi për të bërë dhe presim të vijë prapë tjetri pastaj. Po e nditësh, s'ka më shumë. Ky është një fenomen i njohur. Tani që jemi 2025-ën e një ta gjë. Një në ditë. Po pak është mbushim depot e ujit, çfarë të bëjmë? I konsumojmë me zipresim kur do vëm tjetrin, vëm pompat e ujit se nuk ka. Por me furnizim të kufizuar të ujit do t'i gjejë ky vit edhe zona të tjera të kryeqytetit. Problematika e ujit është thelluar. Kjo situatë ngre pikpyetjet e qytetarët se pse uji mungon edhe në dimër. Bovillën e pash pa djes isha ne, ishte plot liçeni Bovillës. Uji ka Tirana po. Nuk kanë qytetarët. Kjo që s'kene vërtim me ble ujë, me fjalë me lavatriçe me ujë të blerë. Për banorët e kryeqytetit, ky vit ishte ndër më të vështirët. Në zonat saktuara uji ka munguar edhe me ditë të tëra dhe në rastin më të mirë qytetarëve është dashur të bëjnë roje tek rubinetet për të mbushur depozitat apo çdo alternativë tjetër për të siguruar ujë. Shumë e vështirë. Edhe gjellën me bë me depozit. Ju e dini se çka kanë mbeturinat poshtë. Edhe 4-5 blej që jemi të bajmë bidona për të bërë gjellën e për të pi. Po. Mungesa e ujit është kthyer në një problem të përditshëm për Tiranën, duke kthyer kryeqytetin në një vend që adheron antarësimin e shpejtë në Bashkimin Evropian në një rast unik. Kryeministri Edi Rama ka shprehur gjithashtu kritika për situatën, duke thënë se mungesa e ujit të pishëm në Tiranë është pasojë e keq menaxhimit të ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizimeve. Pa ujë këtë vit në Tiranë nuk mbeten vetëm banorët, spitalet apo institucionet e rëndësisë së veçantë, por edhe rezidencat e përfaqësive diplomatike. Ndërkaq në Vlorë, në rubinetet e shtëpive, uji ka mbërritur pas 5 ditësh mungesë. Punonjësit e ujësjellësit punuan gjatë gjithë natës për vendosjen e pjesëve që kanë ardhur nga Turqia, duke bërë të mundur që mëngjesin e sotëm furnizimi të riniste.
Marrin fund peripecit për banorët e Vlorës. Këtë të martë u rikthye furnizimi me ujë për qytetin pas mbërritjes nga Stambolli të pjesës që nevojitej për riparimin e defektit të shkaktuar në rrjet. Gjatë gjithë natës, ekspertët dhe punonjësit e ujësjellësit punuan për të riparuar dëmtimin me qëllim mbushjen me ujë të depove të furnizimit. Janë furnizuar me ujë të pishëm lagjet e para, ajo 10 Korriku, lagja Pavarësia dhe gjithashtu vija bregdetare e Lungomarës. Kthimi i situatës në normalitet bëri që të rinisin punën edhe bizneset në qytetin bregdetar. Nga orën 8 ka filluar furnizimi i depos së qytetit, e cila më pas me furnizimin e plot saj do shërbej për shpërndarjen e furnizimit me ujë për qytetarët e Vlorës. Autoritetet këshillojnë qytetarët që mos ta përdorin ujin për konsum dhe gatim gjatë 2 ditëve në vijim. Uji gjatë 24 deri në 48 orëve të ardhshme nuk është i pishëm ose më saktë nuk duhet të pihet dhe të përdoret për gatim dhe nga krau tjetër le të mbajnë rubinet të hapur për rreth 15 minuta. Uji në Vlorë mungoi prej 5 ditësh. Banorët organizuan disa protesta sipër para bashkisë dhe në rrugët e qytetit. Autoritetet thanë se shkak për defektin u bë një tubacion i vjetër që nuk përballoi dot shtimin e presionit të ujit. Euro vion zhvlerësimin duke kapur nivelet historike më të ulta në raport me lekun. Ekspertët thonë se shkak për këtë rënje janë bërë flukset hyrëse të monedës europiane nga emigrantët dhe turistët. Euro po vion në rënjen edhe gjatë kësaj jave, duke shënuar nivelin më të ulët të regjistruar ndonjëherë në raport me lekun. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, moneda europiane aktualisht këmbet me rreth 95.6 lek. Sipas agjentëve të këmbimit valutor, rënja lidhet me ofertën e shtuar të valutës në treg, një fenomen i zakonshëm për këtë periudhë të vitit, i nxitur nga kthimi i emigrantëve për festat e fundvitit dhe flukset më të larta të euros në ekonomi. Muaji dhjetor shoqërohet gjithmonë me fluks të emigrantëve, cilët vinë për takuar familjarët e tyre, por pse jo dhe për të festuar. Ka shumë emigrantë të cilët sjellin në euro, por nuk kalojnë sipas burimeve zyrtare, por sipas burimeve jo zyrtare, plan në kesh. Megjithatë, ndryshe nga vitet e mëparshme, rënja vjetore e kursit ka qenë më e moderuar. Ne kemi një inflacion në objektivin e Bankës së Shqipërisë dhe kjo dhe vjen dhe si pasojë nënçmimit të eros, për shkak se ne kemi varësi nga importi dhe nënçmimi i eros do të thotë që përsëri do të jemi në këto objektiva. Po nga ana tjetër dëmtohet pra biznesi, siç tham, familjet, por dhe ato individ cilët kryen transaksione në euro. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë ka njoftuar se për vitin 2026 do të rrisë blerjet e planifikuara të valutës, ndërsa shpenzimet e fundvitit mund të sjellin një luhatje të përkohshme të kursit në ditët në vijim. Do të flasim tani për një ngjarje të rëndë, kështu një 12 vjeçare nga Pogradeci ka rezultuar shtatzën rreth 22 javëshe pas një vizite në spitalin e Korçës. Rasti është evidentuar nga familja pasi vajza kishte pësuar ndryshime fizike. Dyshohet se e mitura është abuzuar seksualisht nga një i moshuar rreth 70 vjeç, mik i familjes së vajzës. Sipas informacioneve, ai e ka kërcënuar vazhdimisht të miturën për të mos treguar ngjarjen, por pas një bisede me psikologun, 12 vjeçaria ka rrëfyer gjithçka. Pas kësaj, policia ka ndaluar 70 vjeçarin dhe po vijon hetimet për zbardhjen e ngjarjes. Presidenti i Ukrainës mohoi përfshirjen e vendit të tij në një sulm me dron ndaj një prej rezidencave të presidentit rus. Zelenski tha se kjo është një sajesë e Moskës për të minuar negociatat për paqe. Volodymyr Zelenski hodhi poshtë akuzat e Moskës për një sulm masiv me dron ndaj rezidencës shtetërore të Vladimir Putinit në rajonin e Novgorodit të Hënën. Përmes një mesazhi në Telegram, presidenti i Ukrainës e quajti këtë një ngjarje të sajuar nga Rusia. Këto janë gënjeshtra tipike ruse dhe një trillim i plot. Moska po kërkon me çdo kusht një arsye për të vijuar agresionin dhe e sheh progresin drejt paqes si një dështim të saj. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se 91 dron ukrainas u zgjesuan mbi rezidencën e Valdait, ku nuk pati dëme apo të lënduar. Ngjarjen e quajti terrorizëm shtetëror dhe paralajmëroi se kjo e detyron Rusin ta shpërsojë pozicionin e saj në negociata. Presidenti amerikan Donald Trump tha fillimisht se ishte shumë i zemëruar pas një telefonate me Putinin, por më vonë pranoi se është e mundur që sulmi të mos ketë ndodhur fare pasi deri më tani Kremlini nuk ka paraqitur asnjë provë vizuale për shkallën e pretenduar të sulmit. Kjo krizë e re diplomatike vjen pas takimit në Florida, ku Trump dhe Zelenski diskutuan planin me 20 pika për fundin e luftës. 30 milion euro arritën të gravisin një grup vjedhësish nga një bank kushimesh në Gelsenkirchen të Gjermanisë. Ata hynë në dhomën e kasafortës duke shpuar një vrim në mur.
Kjo foto tregon vrimën e hapur nga një grup hajdutësh që arritën të hynin brenda një banke në qytetin gjerman të Gelsenkirchen. Ata përdorën një makineri të madhe shpimi për të depërtuar brenda dhomës së kasafortës së bankës, nga e cila policia tha se morën 30 milion euro në para të gatshme dhe sende me vlerë. Një zëdhënës i policisë gjermane tha se autorët kishin vepruar në mënyrë shumë profesionale sipas një plani të detajuar mirë, të ngjashëm si nëpër filma. Gjatë grabitjes në bankën e kursimeve, hajdutët arritën të hapnin më shumë se 3000 kasaforta që përmbanin para, arë dhe bijuteri. Policia u njoftua vetëm pas aktivizimit një alarmi në orët e para të mëngjesit të së hënës. Sipas hetuesve, grabitësit kishin shfrytzuar ditët e qeta të Krishtlindjeve për të realizuar planin duke hyrë nëpërmjet një garazhi. Dëshmitarët pan disa burra që mbanin çanta të mëdha dhe që më pas u larguan me një Audi të zi. Për momentin nuk ka asnjë të ndaluar. Ngjarja ka shkaktuar zemërim te qytetarët, të cilët janë mbledhur përpara bankës të shqetësuar për kursimet e tyre. Banka tha se janë prekur kasafortat e 95% të klientëve dhe se sigurimi mbulon vetëm 10.300 euro për secilin. Televizioni Klan do t'ju shoqëroj natën e ndërimit të viteve, por edhe në ditët e para të janarit me një program special festiv. Shohim detajet në kronikën e vijim. Televizioni kombëtar Klan vjen me një programacion të posaçëm festiv që synon ta kthejë ndërimin e viteve në një përvojë të bukur dhe emocionuese për çdo familje. Këngët e shekullit do t'sjellin muzikën më të mirë shqiptare, humorin dhe shumë surpriza në një transmetim të gjatë që do të shoqërojë shikuesit në natën e 31 dhjetorit deri në orët e para të mëngjesit të ditës së parë të vitit 2026. Gëzuar gjithëve! Patjetër që kemi shumë miq, shumë mysafir, kemi artistët më të mirë të muzikës lehtë shqiptare, por edhe popullore, kemi pasuruar pak repertorin e këtij spektakli. Kemi lojra, do të kemi humor, thjesht do të bëhet qef, kështu që publiku le të qëndrojë me ne. Studio e këngëve të shekullit është mbushur plot me artistë, me emra, të gjithë i duam këta emra dhe akoma më shumë unë që jam rritur me disa prej këtyre emrave, kështu që kam mundësi që dhe të duetoj me ta. Por është një surprizë për publikun kjo. Një udhëtim emocional, nostalgjik, njëkohësisht edhe argëtues do të jetë ky, me maratonin e këngëve të shekullit që do të sjellin në shtëpitë tuaja përmes ekranit të televizionit Klan, artistët më të mirë shqiptar. Ju bëjmë nga një mesazh, hajdeni të fillojmë shpejt. Ky është mesazhi për vit të ri. Urimi i përvitshëm është e parashëndet, pastaj mbarësi në çdo gjë. Do të kemi vetëm gjëra të bukura, vetëm gjëra të gëzueshme që të depërtojmë në familjet shqiptare. Kemi menduar që bëjmë muzikë të larmishme, që njerëzit do frehen nëpër familjet e tyre. Kemi përgatitur një program fantastik me një muzikë popullore, muzikë të lehtë, argëtuese, që të gjithë dhe ata që na ndjekin nga ekrani t'ja marrin valles nëpër shtëpia. Shpresoj që do të jemi të gjithë në një nivel të mirë. Gëzuar, qoftë një vit i mbar për të gjithë. Kënga shqipe do të kalojë kufit zyrtar, ku tradita dhe kultura muzikore shqiptare do të bashkohen në skenën e madhe të këngëve të shekullit. Muzika shqiptare është gjithmonë e rëndësishme ta kujtojmë, jo vetëm në ne të shënuara, por gjithmonë sepse këto janë rrënjët tona dhe sigurisht që nuk duhet asnjëherë ta harrosh prej nga vjen. Do jetë një mbrëmje e gjatë, e bukur, siç din të jetë nata e vitit të ri. Programacioni festiv i televizionit Klan nuk ndalet vetëm në natën e ndërrimit të viteve. Gjatë ditëve të para të 2026-s, televizioni Klan do të vijë me një ofertë të pasur televizive. Dashuria është në botë për sosmëri. Është bërë traditë tashmë që ekrani i televizorit të jetë ai pjesëtari plus në familjen e çdo shqiptari që ndjek televizionin Klan, e sidomos gjatë festave të fundvitit. Më datë 1 janar do të ketë një premierë ekskluzive të filmit më të bujshëm dhe më të ndjekur në kinemat shqiptare, që është Njerëz dhe Fate 2. Drama njerëzore bazuar në serialin e mëparshëm Njerëz dhe Fate dhe me aktorët e minjohur Arben Derhemi, Alfred Trebicka, Eni Jani, Gentian Zenelaj e shumë të tjerë. 1, 2, 3, 4. Në datën 2 janar në mbrëmje, në orën 22:30, do të transmetojmë spektaklin e vitit që u xhirua në Kanin, Yjet në Kanin,
Kështu Vera Grabocka së bashku me konstelacionin e famshëm të yjeve si Timo Floko, Sajmir Pirgu dhe Ermonela Jaho do të na shoqërojnë mbrëmjen e 2 janarit. TV Klan hyn në vitin e ri me një paketë të pasur dhe të përzgjedhur filmike me prodhimet më të suksesshme kinematografike të Netflix nga kinemaja turke në Hollywood që do të transmetohen çdo mbrëmje dhe mesditë me 1 deri në 3 janar. Gjatë programit special të festave, në këto 3 ditë do të kemi edhe transmetimin premier ekskluzive të një pakete filmash që kanë bërë xhiron e tyre në kinemat botërore, por që tashmë vijnë ekskluzivisht dhe premier në televizionin Klan. Kështu historitë më të bukura të dashurisë, komeditë romantike së bashku me yjet përkatës që janë bërë shumë të famshëm në kinema, tashmë shfaqen premier absolute në televizion për herë të parë gjatë këtyre ditëve të festave të fundvitit. Mirë se ju gjej, ndërsa programet më të dashura të ekranit Klan do të vinë për ju edhe gjatë këtyre ditëve festive. Programet e strukturës si Rudina, Stopa apo Edila Shqiptare nuk do të kenë ndërprerje të transmetimit, por ato kanë menduar dhe kanë krijuar dhe kanë prodhuar një program festiv enkas për këto ditë festash. Festat do të vazhdojnë, duke bashkuar publikun para ekranit me një program të përzgjedhur enkas për të festuar dhe për të thëngëzuar me emocionet më të mira. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë miru pafshim.